Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri njoftoi nga Vlora nisjen e procesit të regjistrimit të çdo qytetari shqiptar dhe adresën e banimit të tyre, një projekt i cili do të quhet Popullimi. Sipas Tahirit, sistemi e adresave në vend dhe shqiptarëve që banojnë në to është tërësisht kaotik dhe kjo pengon edhe shtetin në dhënien e shërbimeve. Ndoshta jemi vendi i vetëm në rajon, në Europë po, që pyetjes sa shqiptar jemi në Shqipëri përgjigjemi me afërsisht 3 milion. Dhe kërkush nuk ka një përgjigje, përfshirë këtu institucionet, nuk ka një përgjigje të saktë. Ndoshta jemi i vetmi vend në rajon në Europë po, që nuk kemi një pasqyrë të saktë të sa jemi dhe ku jetojmë. Ministri kërkoi gjatë fjalës së tij dhe bashkëpunimin e çdo institucioni qendror apo lokal, duke theksuar se kontributi i tyre është më shumë se sa themelor. Dhe shumë pak dim për atë që realisht është Shqipëria, përveç se në letër. Dhe për kuriozitetin tuaj, në letër jemi 4.5 milion shqiptar. Në Shqipëri nuk jemi kaq brenda kufive, sepse realiteti në letër, pra Shqipëria në letër, nuk është Shqipëria në realitet, sepse Shqipëria në regjistra nuk është Shqipëria e përditshme që njohim ne. Rreth 1200 të rinj do të rekrutohen brenda datës 15 nëntor për të nisur më pas procesin e regjistrimit që do të shtrihet në të gjithë vendin duke trokitur der më der.